Po përfundoi mbledhja e Këshillit të Ministrave, në të cilën në fakt u morën një numër i madh vendimesh, po për Ministrinë e Ekonomisë dhe të Inovacionit ne sot miratuam disa vendime për disa fusha të ministrisë. Unë do ta filloj me një vendim i cili lidhet me pensionistët. Ne sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam indeksimin e pensioneve për vitin 2026. Është një vendim i cili dal nga dal po rikthehet në atë shtratin që ka pasur neve gjatë vitit 2022 gjatë krizës energjetike, duke qenë se indeksuam 2 herë pensionet, indeksuam dhe në prill dhe në tetor, indeksimi kishte mbetur në muajin tetor dhe ishte ndodhte gjithmonë atë muaj që prej viti që kanë ata një korrik në vitin 2026, pra ne do të indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet e veçanta apo edhe përfitimet e barlindje janë rreth 900.000 përfitues, të cilët nga ata një korrik do të kenë të aplikuar indeksimin me 2.7%. Nga ana tjetër, ne morëm një tjetër vendim shumë të rëndësishëm për sa i përket administratës publike. Ne çdo vit, kemi disa vite tashmë që kemi aplikuar një politikë për strehimin për disa kategori të administratës publike. Ne sot miratuam kuotat për 300 kredi të buta, të cilat do të jepen me normë interesi 0 për disa kategori të punonjësve të administratës publike. Bëhet fjalë për punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të kenë 70 kuota, për punonjës të policisë së burgjeve, të cilët do të kenë 20 kuota, për arsimtarët, të cilët do të kenë 70 kuota, për mjek dhe infermier, të cilët do të kenë 70 kuota, dhe për ushtarak, të cilët gjithashtu do të kenë 70 kuota. Pra në total janë 300 kredi, të cilat do të miratohen dhe normat e interesit të kredive do të subvencionohen nga buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, miratuam një numër aktesh të cilat lidhen me rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë 2 ligje të rëndësishme, të cilat janë pjesë e kapitujve që mbulon Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, që pa diskutim lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit, të cilat i japin më shumë transparencë të gjithë proceseve të bizneseve, dhe më në detaj ne kemi miratuar projekt ligjin për transparentën e emetuesve të titujve. Titujt janë një fushë përgjegjësie, emetimi i titujve është një fushë përgjegjësie i autoritetit të mbikëqyrjes financiare, dhe projekt ligji që ne sot miratuam, i cili është 100% i parafruar me direktivat europiane, përmirëson të gjithë fushën e tregjeve të kapitalit, e cila pa diskutim është shumë e rëndësishme në drejtim të një klime biznesi më të mirë për vendin, dhe patjetër rrit transparencën për emetimin e titujve, duke dhënë disa detyrime për emetuesit e titujve, për sa i përket publikimeve të raporteve të tyre vjetore, por edhe të elementeve teknik që lidhen me emetimin e titujve. Nga ana tjetër, miratuam një tjetër projekt ligj të rëndësishëm që lidhet me pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare. Është një projekt ligj i cili lidhet me marrëdhënien që tregtarët kanë me njëri tjetrin, është gjithashtu parafrimi direktivës europiane 100%. Nëpërmjet miratimit të këtij projekt ligji ka më shumë drejtësi në këto pagesa, pra në pagesat ndërmjet tregtarëve dhe në afatet në të cilat tregtarët do duhet të përmbushen pagesat e tyre. Së fundmi neve miratuam gjithashtu një projekt ligj një projekt vendim i cili rrit gjithashtu transparencën dhe mirë menaxhimin e ndërmarrjeve shtetërore. Është një projekt vendim që lidhet me detyrimet që ne kemi për reformën e agjendave, për reformën e agjendës, një detyrim, një plan i përcaktuar ku ne kemi detyrime çdo 6 mujor për miratimin e akteve ligjore dhe nënligjore që i përkasin gjithë procesin e integrimit evropian, dhe janë gjithashtu të lidhura me të ardhurat që Bashkimi Evropian
Europian na jep me përmbushjen e këtyre objektivave. Më konkretisht, vendimi që sapo kaluam është një vendim i cili shkon gjithashtu në drejtim të transparencës, së mënyrës si menaxhohen gjithë këto shoqëri, të cilat janë shoqëri shtetërore 100%. Nëpërmjet këtij vendimi, bordet e shoqërive shtetërore do të zgjidhen, pjesa më e madhe e bordeve do të jenë detyruar të kenë përfaqësues të pavarur, pra jo përfaqësues të administratës publike, jo përfaqësues politik, dhe këto përfaqësues do të zgjidhen nëpërmjet komiteteve, të cilat do të ngrihen të përhershme, ku gjithashtu do të ketë përfaqësues pavarur në përzgjedhjen e antarëve të bordeve. Në fund fare, ne miratuam në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit një projekt vendim i cili lidhet me trajtimin e studentëve. Nëpërmjet këtij projekt vendimi ne rrisim masën e bursave për të gjithë nxënësit e shkollave profesionale, por gjithashtu i hapim rrugën dhe programit i cili është pjesë e programit qeveritar për ushqimin në shkolla. Këto ishin projekt vendimet, nuk e di nëse kanë një pyetje. Razila Myslimaj nga Report Televizion. Tani po. Zonja Ministre, prej 26 ditësh tashmë protestohet në shesh pas zyrës së kryeministrit Edi Rama, kërkohet dorëheqja e tij dhe gjithë qeverisë në fakt, dhe ndërkohë që ju njoftonit vendimet e qeverisë, tashmë në sfond ka thirrje kundër qeverisë, ju kërkohet të jepni dorëheqjen të gjithë ministrat dhe qeveria. Keni një koment për këtë kërkesë të vazhdueshme dhe të artikuluar prej 26 ditësh tashmë nga sheshi? Komenti që përgjigja ime në fakt tregohet me gjithë numrin e akteve që unë prezantova, që kemi miratuar sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Ne jemi në një proces i cili kërkon diligjencë maksimale, kërkon vëmendje maksimale. Jemi në një garë me veten për Shqipërinë, për ta integruar atë në Bashkimin Evropian. Është një kalendar aktesh me një numër shumë të madh akte që neve do duhet që të miratojmë brenda muajit qershor, brenda muajit dhjetor, brenda 2027-s, të cilat do të na garantojnë që ne do të përmbushim të gjitha kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është një punë e jashtëzakonshme që qeveria dhe gjithë administrata publike është duke bërë çdo ditë dhe çdo natë deri natën vonë, me qëllim që ne të përmbushim gjitha kushtet, dhe ky do të jetë prioriteti maksimal i një force qeverisje edhe një qeverie. Dhe komenti tjetër që kam për të bërë është që pa diskutim unë shoh që janë një numër qytetarësh që janë duke thirrur me zë të lartë, ndërkohë që unë jam duke folur, por që është një numër shumë i lartë qytetarësh, janë mbi 800.000 qytetarë, të cilët kanë zgjedhur Partinë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për drejtimin e vendit, dhe ne i detyrohemi të gjithë atyre qytetarëve që të përmbushim gjithë detyrat që ne kemi në drejtim të procesit të integrimit evropian, që është një proces historik për të ardhmen